Jean-Paul Sartre, Dhoma. Lexoi Griselda Abasi. Zonja Darbeda po mbante një copë llokumi mes gishtave. Ajo e afroi me kujdes te buzët dhe mbajti frymën nga frika se mos i shkundej pluhuri i sheqerit. Si trëndafil qenka, tha me vete. Befa zguli dhëmbët në llokun e qelibart dhe një ermi myku ja mbushi gojën. Çudi me këtë sëmundjen si ti hollon ndjesit. Në vend erdhën xhamit, arabët me ato temenat e tyre. Ajo kishte qenë në Algjer gjatë muajit mjaltit dhe në buzët e zbeta ju duk një buza gaz. Dhe ky llokumise që kishte një temenat të vetën. Disa herë me radhë u deshti fshinte me pëllëm faqet e librit mbasi sado që pa treguar kujdes, ato që mbuluar me një cip pluhuri të bardhë. Prej duarve të saj, kokrizat e imta të sheqerit shkisnin, fërkoheshin, shkërmoqeshin mbi fletën e lëmuar të librit. Ç'po më kujton Arkashonin kur rria e lexoja në plazh. Verën e 1907-s, kjo e kishte kaluar në breg të detit. Aso kohë mbante një kapel të madhe, kashte me një kordel të gjelbër. Zinte vend krejt afër molit dhe merrte gjithnjë me vete ndonjë roman të Gibbit ose Colette Iveryt. Era ja bombardonte gjurmët me shtjella rëre dhe her pas here ajo e ngriti librin lart dhe shkundte duke e mbajtur nga cepat, që një ndjesi krejt e njëjtë. Veç se kokrizat e rërës ishin fare të thata, ndërsa ato thërmjet e sheqerit i ngjiteshin nga pak në bulat e gishtrinjve. Asaj u faniti njëri piqir qielli margaritar përmbi detin e sterosur. Eva nuk ishte lindur akoma. Ajo ndjente veten të mbushur plot me kujtime të çmueshme si një sunduk paje. Si papritur i erdhi në kujtes titulli i romanit që lexonte në atë kohë. Quhej Zonja Vogloshe, nuk që i mërzitshëm, por që kur një ligështi e vjetër e kishte mbërthyer brenda 4 mureve të dhomës, zonjës Darbeda na i pëlqenin më tepër librat historik dhe ata me kujtime. Ajo jetonte me shpresën se vuajtja, zelli i lexuarit, vëmendja e paturbulluar dhe i kthyer nga kujtimet e veta, nga ndjesitë e veta më të holla, do ta piqnin atë mirë e bukur si frutin e një sere. Disi e nervozuar, ajo mendoi se pas pak i shoqi do të trokiste në derë. Ditët e tjera gjatë javës ai vinte vetëm në mbrëmje. E puthte në ball, pa thënë asnjë fjalë dhe ulej në koltukun përkundruall e lexonte gazetën Le Temps. Por e njëjtja që dita e zotit Darbeda. Ai i bënte një orë vizitë së bijës, zakonisht prej orës 3 deri në 4 para se të dilte. Ai hynte në dhomën e shoqes se bisedonin gjithë mblef për dhëndrin. Këto biseda të së enjtes të parashikueshme deri në imtësitë më të vogla e lodhin shumë zonjën Darbeda. Zoti Darbeda e mbushte me praninë e vet dhomën e saj të qetë, ai nuk ulej, vinte vërdall në përdhomë e të sa ndihkëndej. Ati i kërcisnin kacabujnë shpesh dhe kjo e tremte çdo herë zonjën Darbeda. Si krisma e qelçit kur thyet. Asaj të enjteje, puna që akoma më e keqe se herët e tjera. Mendimi se fill pas pak do t'i duhej të përsëriste fjalët e Evës, të shoqit e tashit e gjitha të burët të mërshëm të broftë i gjindosur për pjetë e bënte zonjën Darbeda t'i dilnin djerës të ftota nga sikleti. Ajo mori një llokum nga kupa, e pa një grime më dyshje, mandej e vuri prap në vend e trishtuar. Ajo nuk donte që i shoqi tashite duke ngrënë llokume. U tremb kur dëgjoi të trokiste dera. Hyr, tha ajo me një fije zëri. Zoti Darbeda hyri në majtë të gishtave. Po shkoi të shohë Evën, tha ai, si çdo të enjtë tjetër. Zonja Darbeda i buzëqeshi. Po the për mua. Zoti Darbeda nuk i ktheu përgjigje dhe rudhi barellin i merakosur. Të enjteve në po ato orë ai ndihej disi i shqetësuar dhe i rënduar nga të ngrënët. Do të kaloj një çik nga Franshoi kur të dal nga ajo. Dua që ai t'i flas seriozisht asaj dhe të mundohet ta bind. Ai shkonte shpesh te doktor Franshoi, po më kot. Zonja Darbeda ngriti vetullat. Dikur, kur që e shëndoshe mirë, ajo nuk përtonte të ngrinte supet, po që kur e kishte vënë poshtë sëmundja, ajo përpiqej të mos e lodhte fare trupin. Në vend të gjesteve të zakonshme, ajo e shprehte me mimik shëndrimin e vet. Thoshte po me sy, jo me cep të buzëve, ngrinte vetullat, në vend që të ngrinte supet. Them se duhet ja marri me forcë. Ta thash një herë se nuk është e mundur. Ligji edhe ligji është drejt fare. Herën e fundit, Franshoi po më thoshte se familjarët u nxjerrin te lashe që s'ta pret mendja. E kanë të vështirë të vendosin. Duan që të smurin ta mbajnë në shtëpi. Mjekët i kanë duart e lidhura. Ata vetëm mund të japin mendimin e tyre e nuk bëjnë dot çap më tutje. Ose duhet që ai të bëjë në një skandal publik diku. Vazhdoi zoti Darbeda. Ose atëherë duhet që izolimin e tij ta kërkojë ajo vet. Se bën lehtë ajo këtë, tha zonja Darbeda. Nuk e bën. Ajo kthye nga pasqyra, i zhyti gishtat në mjekër e zuri ta krihte.
Zonja Darbeda po e shite pa kurfar dashurie zverrun kuqaloshe të fuqishëm të shoqit. Po vazhdoi kështu, tha zoti Darbeda, ajo ka për të bërë më e shkalluar se ai. Është shumë e dëmshme për të rinë ata ambient. Ajo si ndahet gjithë ditën e ditës, nuk shiten nga shtëpia veç kur i teket të vitë të shoh ty. As pret as përcjell njëri për be. Nuk ka burr nënë që rinë në dhomën e tyre, aq ajër i rëndë është aty. Nuk e hap dritaren për qamet se nuk na dash ka Pieri. Ai është i çmendur e kjo vete na merr mendjen e tij. Se ç'djegi në një lloj tepsie ca erza, ca ndyrësira, të thuar se je në kish. Besa nga një herë the me vete, ore se si duken ato syt asaj, e ke vënë re? S'kam vënë gjë re, tha zonja Darbeda. Mua si për herë më duket natyrshëm fare. Vetëm se është pak e mërzitur, kuptohet. Veremisht, ver fytyra. Për të fjetur nuk fle, për të ngrënë nuk ha, dhe as që guxon ta pyesësh për këto gjëra. Me sa ma merr mendja mua, si ai qerrata Pier, se lë të vër gjumë në sy tër natën. Ai ngriti supet. Me forta është se ne, prindrit e vet, nuk pas kemi të drejtë ta mbrojmë nga vetja e saj. Pale që po të shtrohe Pieri te franshoi, do t'ishte shumë më mirë për të në rast parë. Apo s'ka një lamet lulishte aty. E pastaj, vazhdoi ai duke vënë pak sabuzë në gaz, më thot mendje se ai do të merrej vesh më mirë me njerëzit si puna e vet. Këta njerëz janë krejt si fëmijët, kënaqen me njëri tjetrin, puqen bashkë si frankmasonët. Aty duhet quar qysh ditën e parë, për të mirën e tij e them, kuptohet që këto të ishte në interes të tij. Denji pak e vazhdoi sërish, ja ku po ta them, se s'ma ka ënda fare kur mendoj se ajo është vetëm për vetëm me Pierin, sidomos natën. Po sikur të ndodh gjë. Apo s'është bërë një skuth ai Pieri. Po sa tinzar që është bërë. S'di ç'të them, tha zonja Darbeda. Po s'ka ndonjë gjë të madhe për të shqetësuar, edhe më parë i tillë ka qenë ai. Të linte përshtypjen se nuk pyeste për askënd. I shkreti fjalë, vazhdoi ajo duke pshërtir gjithë atë sedër që kishte, ja ku përfundoi. Dukej vetja më i zgjuar i të gjithëve. Të kujtohet se, si na thoshte gjithë qesëndi, keni të drejtë, kur nuk donte ta vazhdonte bisedën më tutje. Shqyqy që nuk e kupton se në gjendje ndodhet. Asaj nuk i pëlqente fort ta kujtonte atë fytyrën e tij gjatoshe dhe ironike, gjithmonë paksa të përkulur anash. Kur që martuar Eva, zonja Darbeda nuk kishte dashur tjetër, veç që dhëndrit i tregoi një çik i afrueshëm. Por ai ja kishte çuar mundin bosh. Ai nuk fliste pothuaj fare. Gjithnjë vetëm sa miraton të xhitimthi pa i kushtuar vëmendje bisedës. Zoti Darbeda e vazhdoi mendimin e vet. Më mori franshoi të vizitonim klinikën, tha ai. Gjë mrekullueshme, të sëmurët kanë gjithë secili dhomë vete, madje me koltuk lëkure po të duan dhe me divane shtretër. Mor po edhe tenis kishte aty ke parti, madje do ndërtonin edhe një pishinë. Ai që ngulur para dritares dhe po vështronte nga xhami duke u krekosur pak mbi ato këmbët e tij të harkuara. Befa sa i rrotulloi thimbrat, supet i mbante ulur, duart në xhepa, i gatshëm për sherr. Zonja Darbeda e ndjehu se po i vinte çasti të mbulohej në djerës, gjithmonë po e njëjta gjë do të ndodhte. Ai do niste të vinte vërdall në përdhom si një ari i ndyrë në kafaz dhe sa herë të hidhte hapin do t'i kërcisnin këpucët. Të lutem burr, tha ajo. Ulu pra, nuk e merr me mend se më lodh kështu. Ajo vazhdoi më dyshas, kam diçka të rëndësishme për të thënë. Zoti Darbeda ul në koltuk dhe i vuri shuplakat mbi gjunjë. Një dridh me letja përshkroi kurrizin zonjës Darbeda. Ja, çasti kishte ardhur, tani i duhej të fliste. Besoj që e di, tha ajo duke u kollitur nga zori, se jam takuar me Evën të martën. Po, ndenjë me biseduam gjatë, duke i përbukuri. Kishte kohë që s'kishim ndenjur bashkë ashtu, kokë më kokë. Mandej unë zura të pyesi ashtu si me marifet. Janë zora muhabetin te Pieri. E pra, mora vesh. Shtoi ajo e vënë sërish me në siklet, se ajo përsëri e do shumë atë. Aman që na the, sikur nuk e dija unë këtë, tha zoti Darbeda. Ai ja ngrinte një çik nervat zonjës Darbeda. Të shoqit duhet ja shpjegoj gjithçka me imtësi duke ja thënë gjëra troç. Zonja Darbeda ndronte ta kalonte jetën në shoqëri me njerëz me ndjeholl dhe të ndjeshëm, të cilët do ta kuptonin sapo ajo të hapte gojën të fliste. Po unë desha të them, vazhdoi ajo, se ajo e do atë ndryshe nga ç'pandehi unë e tij. Zoti Darbeda hapi syt nga shqetësimi dhe marazi. Siç bën të gjithnjë kur nuk e kapte dot kuptimin e një aluzioni, apo të asaj që i thuaj. Do me thënë kjo? Charles, tha zonja Darbeda, pse kërkon të më lodhësh, ti e kupton se një nënë ka zor që ti thot ca gjëra. Asgjë përbe,
Nuk po marrësh asgjë nga këto që më thua, tha zoti Darbeda i nxehur. Sidoqoftë nuk ka se si që ta kesh fjalën për atë e kam pra, tha ajo. Ata vazhdua kanë edhe tani? Po, tha ajo me padurim duke i mshuar zëri 3 herë radhazi. Zoti Darbeda hapi krahët, uli kokën dhe heshti. Charles, tha gjithë merak e shoqja. Nuk duhet të thosha, po ja që se mbajta më dot për vete. Fëmia ynë, tha ai me zë të zvargur. Me atë budalla, ai as për ta njohur nuk e njeh më. Rrie mi thëreta gat. Faqja e zezë nuk di ç'bën. Ai e ngriti kokën dhe e pa të shoqen rrept. Je i sigurt që e ke kuptuar mirë? Ta pret mendja që të mos kuptosh, unë të kam gjerë ty, tha ajo duke u gjallëruar, dhe nuk më bëhet besoja, dhe nuk e kuptoj si ka mundësinë të gjas kjo. Unë për vetes do ta duroja dot qyqarin as të më prekte. Fundja pshërtiu ajo, kam frikë se ai kështu e mban të lidhur pas vetes. Xhbela në gjeti, tha zoti Darbeda. Atë kujtohet si të thash, kur erdhi për të na kërkuar dorën e vajzës, më duket se i pëlqen tepër Evës. Ja kështu të thash. S'deshet më besoje ti. I ra papritmas me grusht tryezës e u bë piper në fytyrë. Këti i thon perversitet. E merr burri i botës në krah, rok e puth sa mundet, na i quan edhe agat, pale, e kush e di ç'brokulla i dërdëllit për ato statuja që fluturua ka në ku di unë se çfarë. Ajo po, qejf, ç'drejshin bëjnë më ashtu bashk, xhanëm. Na i qënë shpirti për të. Të qajzat pëlcas, në do që ta shtroj në një klinik ku të veje e ta shoh ditë për ditë, le ta shtroj. Do bënte një punë me mend, po nuk do më shkonte mendja kurrë që unë për vetin time e pandeja vejushk. Pa dëgjon Zhanet, tha ai, duke marrë shpërm thellë, po të flas hapur. Ta kam llafin i qoftë se asaj ja ka qefi akoma, për mua më mirë do ishte të zinte një dashnor. Charles, mos fol më, thiri zonja Darbeda. Zoti Darbeda zjati dorën përtueshëm për të marrë kapelen e bastunin që i kishte vënë mbi një tryezë aty pari kur hyri. Mbas kësaj që më the sot, pak shpresë më ka mbetur. Nejse, unë po e bëj timen, po vetë ti them që ti thras mendjes, kaq kam për detyrë. Zonjës Darbeda nuk i pritej sa të ikte ai. E di si është puna, tha ajo që t'i jepte zemër. Mua më duket se Eva e bën më tepër nga forcia se sa për gjë tjetër. Ajo e di që ai nuk shërohet dot, por ngul këmbë si mushka. Nuk do ta besoj. Zoti Darbeda fërkom të mendueshëm mustaqet. Kokfort thua? Ka të ngjarë po si. E pra, po që e vërtet fjala jote, ajo s'ka për ta duruar dot gjatë. Ati ka nisur t'i kërcej delli shpesh. Leqë gjithë ditën e perëndisri pa folur si guak. Kur vete unë, vetëm sa më zjat dorën, e lagësht e nuk e hap gojën fare. Po me t'i lën vetëm ai janë nis sërish me ato fiksimet e veta. Ajo thot se kur i fillojnë halucinacionet, qëllon të bërtas, me sa i ha gurmazi. Nga statujat, i kallin datën se i duket se gumëshin. Thot se i fluturojnë rreth e rrotull e janë ngulin syt gjithë mëri. Tashmë po vishte dorashkat dhe vazhdoi. Dakor, te pranoj se s'ka për ta duruar dot gjatë, po sikur të na shkalloj edhe ajo deri atëherë. E mira do ishte që ajo të dilte nga pak, të bënte vizita gjukundi, të shihej me njerëz, ndoshta do të hasen në ndonjë djalë të mirë. Fjala vjen ndonjë si pula e Schroederit, që është inxhinier te simplomi. Djalë me të ardhme, do ta shihte sot një grim në një vend, nesër një vend tjetër, e kështu dita ditës do mësoj me idenë për ta filluar sërish jetën e vet. Zonja Darbeda nuk i dha përgjigje nga frika se mos i jepte prap zjarr muhabetit. I shoqë ju përkul përsipër. Më duhet të nisem tani, tha. Mirëvafsh babush, tha zonja Darbeda duke ja afruar ballin. Po the fort për mua e mi bëj të fal as zemrushe së gjor. Kur doli i shoqi, zonja Darbeda e lëshoi veten të zhytej në koltuk dhe mbylli sytë e këputur. Ku e gjen gjithë atë gjallëri? Mendoi ajo si me qortim. Sa po e mori një çik veten, ajo zjati dal nga dal dorën e sbet dhe ashtu me hamendje e pa i hapur syt mori një llokum nga kupa. Eva me të shoqin jetoni në katin e 5 një banese të vjetër në rrugën Bak. Zoti Darbeda i ngjiti me lehtësi të 112 shkallët e ndërtesës. Kur shtypi butonin e ziles, ai nuk ndjente asnjë lloj vërtetësie në frymëmarrje. Kujtoi me mburi fjalët e zonjës Dormua. Për moshën që ke, Charles, je i mrekullueshëm fare. Kur nuk e ndjente veten më të fortë në një gjendje të mirë se sa të njëjtave, sidomos pasi i kishte ngjitur shkallët me shpejtësi. Derën ja hapi Eva, që nga vërtet, ajo nuk mban shërbëtore. Shërbëtorët nuk rrin dot në këtë shtëpi. Një lloj si ti jem vetë në vend të tyre.
Ai e përqafoi. Mirdita më i bi. Ajo i tha Mirdita pak si ftohtë. Je zbehur pak, tha zoti Darbeta duke ja përkullur faqen. Ç'më mbyllur gjithë ditën? Për një çast pllakosi heshtje. Mirë është mamaja? Pyeti Eva. Çka? Kisha I qenë për ta parë të martën. Ja ashtu si gjithnjë. Erdhi tetoja jote, Luiza, dje? E ndjen një çik me të, ju bëj qefi. Ka qef kur vinë shohin, veç se nuk duron dot kur I rin gjatë. Tete Luiza kishte ardhur në Paris me voglushet përdore për punën e atyra hipotekave. Të kam treguar për këtë, më duket. Dëgjoj se ka qifyre. Kaloi nga zyra ime për të më pyetur se ç'duhej të bënte. I tha se s'duhej të nguronte kurse si, një rrugë kishte, ti shiste. E gjeti edhe Blersin, Bretonelin. E mban mend Bretonelin? Ka dalë në pension. Ai befas pushoi. Eva nuk e kishte mendjen fare. I trishtuar I mendoi se asaj tashmë nuk I interesonte asgjë. Një lloj si me libra. Dikur ja hiqe me zor nga dora. Sot as që I vente mendja të lexoj. Si është Pieri? Mirë, tha Eva. Do ta shohësh? Dua si s'dua, tha zoti Darbeda. Të shohim një herë si I ka punët. I vimsej në shpirt I gjori djale, megjithatë nuk e shite dot pa një lloj përçmimi. Të sëmurët si puna e tij nuk honepsen dot. Natyrisht që Pieri nuk kishte ndonjë faj në këtë mes. Trungu I tij I trashëgimis ishte I molepsur keqes. Zoti Darbeda pshërtinte. Merr masa sa të duash më përpara. Këto gjëra gjithmonë merren vesh pas pilafit. Jo, Pieri nuk kishte asnjë përgjegjësi. Po sidoqoftë ai kishte pasur gjithnjë për brenda këtë cen. Ky përbënte thelbin e karakterit të tij. Tjetër gjë, qenë kanceri ose tuberkulozi. Ata edhe mund të mos merren parasysh kur është fjala për të njohur tjetrin se çfarë njeriu është. Ai iri I tij pak nervoz dhe zgjuarësia e hollë që I kishin pëlqyer aq shumë Evës, kur që njohur bashk, pas kishin qenë lule mërzie. Ai ka qenë I çmendur qysh se është martuar, vetëm se nuk dallohej. Duhet ditur, mendoi zoti Darbeda, se ku nis përgjegjësia ose më saktë akoma ku mbaron ajo. Sido që t'jetë puna, ai e analizonte veten së tepërmi. Gjithë kohës vetëm me veten e vet merrej. Po e se gjeje nëse ky është shkak apo pasojë e sëmundjes. Ai ecte pas së bijës nëpër një korridor të gjatë e pa dritë. Ky apartament që keni, por jo të dy është më I madh nga ç'duhet, tha ai. E mira është të ndroni shtëpi. Ti kështu më thua për herë, babi, ja ktheu Eva. E unë të jam përgjigjur se Pierit nuk I pëlqen ta heqin nga dhoma e vet. E çuditshme kjo Eva, thua se nuk e kuptonte gjendjen e të shoqit. Ai që krejt I çmendur e kjo na I merrte parasysh fjalët dhe dëshirat e tij. Një lloj sikur ky ti ishte top nga mendja. Se të dua të mirën pa të flas, vazhdoi zoti Darbeda pakës nervoz. Po ti isha grua, unë për vete them se do kisha frikë në këtë dhoma të vjetra, ku mezi hyn drita. Them se do ishit më mirë në një apartament gjithë dritë, si ata nga ana e Ojtijit, që janë ndërtuar tani vonë, një 3 dhoma të vockla të aerosura si duhet, apo s'ua kanë ulur dhe qirat, se nuk para ka kërkesa, është tamam rast I bukur. Eva të roqi lekta zillozin e derës dhe u fut në dhomë. Zoti Darbeda ju zu fryma nga një dumë e rënd temjani. Perden që të mbyllura në gjysmëterin e dhomës. Ai dalloi një zverk të hollë që dilte mbi mbështetsen e një koltuku. Pieri rinte me kuriz ngata dhe po hante. Mirdita Pier, tha zoti Darbeda duke e ngritur zërin. Si ju shkojnë punët sot? Zoti Darbeda u afrua dhe ca. I sëmuri rinte ulur përpara një tryeze të vogël, duke si me turinj. Ashtu dhe, sot e pas kemi ngrënë gjithë vezën në rrufk, tha zoti Darbeda duke ngritur edhe më zërin. Bukur fort, nuk jam shurdh, tha Pieri me zë të butë. Zoti Darbeda I nxehur ktheu syt nga Eva si për t'i thënë se ja, gjë kur kishte vajtur puna, por Eva e pa vëngër dhe nuk e beginisi fare të fliste. Zoti Darbeda kuptoi se I kishte lënduar. Për vete e ka, mirë le t'i bëhet, që e pamundur të gjejë tonin e duhur me këtë djalosh të gjor. Më shumë mend kishte një fëmijë 4 vjeçar se ky, kurse Evës na I pëlqente që ta trajtonin si burr. Zoti Darbeda nuk I duroi dot sa të vinte dita kur s'do që më nevoja për gjitha këto përkujdesje qesharake. Të sëmurët ja ngrinin për herë nga pak nervat dhe veçanërisht të marrat, sepse ata nuk ishin të drejtë, I gjori Pier. Fjala vjen, nuk kishte të drejtë kurse si. Sa herë që hapte gojën do këpuste marzira dhe me gjithë këtë prej tij as që pritej që ta ulte një grim hundën, bilas ti pranonte ndonjëherë ashtu kalimti zararet e veta. Eva e hoqi nga tryeza kupën me lëvozhgat e vezës. Ajo I shtroi Pierit përpara një pirun dhe një thik. E çdo haj tani, pyeti zoti Darbeda gazmor, biftek.
Pieri kishte kapur pirunin e po e mbante me majën e gishtave të gjatë dhe të zbehtë. E këshuri me shumë imtësi. Pastaj qeshi me cep të buzëve. Nuk të ecën dot me mua kësaj radhe, murmuriti ai duke e kthyer në vend pirunin. E dija qysh përpara. Eva u afrua dhe e pa pirunin me një interes plot pastion. Agat, tha Pieri, më sill një tjetër. Eva bëri si i thanë dhe Pieri nisi të hante. Ajo e kishte marrë në dorë pirunin e dyshim dhe shtrëngonte fort pa ja shqitur syt. Dukej se shpërpjekje të mbivullnetshme po bënte. Vërtet që ka diçka për të çuditur në tërë veprimet dhe marrëdhëniet e tyre, mendoi zoti Darbeda. Ai nuk po e ndjente veten mirë. Ki mendjen, tha Pieri, kapet e mezi i bishtit se i ka dhëmbë të rrezikshëm. Ajo pshërtiu dhe e la pirunin mbi tryez. Zoti Darbeda ndjeu se po i hipnin kacabujt. Ai nuk qej mendimit se u duhej lëshuar pete e kave të atij rrezikziu. Madje edhe për Pierin vetë kjo që e dëmshme. Mirë thoshte Franshoi. Kush duhet të bie mbrej lajthitjeve të sëmurit? Në vend që t'i jepi një pirun tjetër, do të kishte qenë më mirë ta zije me të butë e ta bëje të kuptonte se i pari ishte krejt një lloj si të tjerët. Ai u afrua tryezës, kapi me vendosmëri pirunin dhe ja fërkoi lehtas dhëmbët me bisht. Pastaj ju kthye Pierit. Por ky po priste mishin në tërësit vet. I holli të vjerit një vështrim të butë dhe pa shprehje. Desha të bisedojmë pak bashkë, tha zoti Darbeda Evës. Eva e bindur i vajti pas në sallon. Te kuli në kanape, zoti Darbeda vuri re se akoma po e mbante në dorë pirunin. E hodhi që i prishur mbi një tryez të vogël. Këtu qenë ka më mirë, tha ai. Unë nuk ri kur këtu. A bën ta ndez një? Si jo mo babi, tha Eva duke u gjallëruar. Do me të tredhur, zoti Darbeda i pëlqen që ta drithe cigaren. Nuk se këldisej për bisedën që do niste. Tek fliste me Pierin ai ndiej në siklet nga mendja e vetë, shëndor sikurse do të ndiej në siklet nga forca e vet një gjigant po të luante me një fëmijë. Të gjitha aftësitë e tij për të qenë i qartë, i kthjellët, i sakt, i ktheshin kundër. Edhe me zhanetën e gjor pothuaj e njëjta gjë më ndodh. Zonja Darbeda nuk qe e marrosur. Sigurisht, vetëm se sëmundja e kishte lënë si në llapi. Eva po, ajo ngjante tatit. I thon gjëra trosh dhe me logjik. Ta kishte ëndër të bisedoje me të. Prandaj nuk dua ta lët më humbas. Zoti Darbeda ngriti syt. Donte të shite sërish tiparet e zgjuara dhe finet së bijës. U zgënjye. Në atë fytyrë, dikur aq të mençur dhe transparente, tani dukej sikur diçka që turbulluar dhe që bër opake. Eva si për herë që shumë e bukur. Zoti Darbeda vërejti se ajo që lyer me kujdes të madh, pothuaj që pispillosur. Vetullat i kishte lyer me të kaltër dhe shërpikëve të gjatë u kishte vënë rimel. Ky lloj makijazhi i përkryer dhe i fortë i la një përshtypje të dhimbshme të atit. Ajo boj të ka bërë krejt jeshil në fytyrë, tha ai. Kam frikë mos sëmuresh. Të lyer që bëke tani. Çudi, ke qenë aq e thjesht. Eva nuk u përgjigjte zoti Darbeda ndjeu veten ngushtë tek shite atë fytyrë lëbyrse dhe të lodhur në atë masë të rënd flokësh të zinj. Jo duk për një çast si ndonjë aktore tragjedie. Bile, e di se kujt i ngjet? Asaj grua surmune që luajti Fedrën, frëngjisht në teatrin antik të Mur Oranzhit. Tani po i vinte keq që ja bëri pak më para të vërejtjet pakëndshme. Më mirë të mos i ngjasësh fare për voglima të tilla. Më fali, tha duke qeshur, ti e di se jam një natyrist plak. Dua që njerëzit jenë sapo të natyrshëm, prandaj s'para më pëlqejnë gjithë ato pomada që përdorin gratë e sotme. Po gabimi është timi. Kohë të reja, zakone të reja. Eva i buzëqeshi me dashamirësi. Zoti Darbeda ndezi cigaren dhe thyethi 2-3 herë. Zoçka ime, ja nisi ai. Kam ardhur të flasim bashkë. Të kujtohet si një herë një kohë. Hajde pra, ulu e dëgjom si dikur. Duhet të kesh besim te babushi yt. Më pëlqen të ri në këmbë, tha Eva. Çdo më thuash. Dua të bëj një pyetje të thjeshtë, tha zoti Darbeda me zë më të thatë. Ku mendon se ka për të nxjerr kjo punë? Kjo punë? Tha Eva e habitur. Po pra, kjo punë që po bën ti. Kjo jetë që po bën. Dëgjoj, ja nisi prapa ai. Mos kujto se nuk ta kuptoj si e ke hallin. Ati befa si kishte ardhur një moment kthjellimi. Por ajo që ti mendon të bësh është jashtë fuqive të njeriut. Do të jetosh vetëm e vetëm me anë të imagjinatës, kështu nuk do ta pranosh që ai është i smur, nuk do ta shohësh Pierin se si është bërë kështu. Vetëm ai, Pieri dikurshëm, të ri në mendje. Shpirtja ime, zoçka ime, nuk mbahet gjithë kjo barë mbi vete, vazhdoi zoti Darbeda. Ja, po të tregoj një ndodhi që ndoshta s'të kujtohet. Kur kemi qenë në plazhin e Olonës, ti ishe 3 vjeç atëherë. Nëna jote u njoh me një deli grua që kishte një djalë të mrekullueshëm. Ju lozni gjithë ditën bashkë në plazh si 2 kolopuç. Ti mbaheshe si e fejuara e tij.
Më pas kur u kthyem në Paris, jetëm kërkoi të takonte rishtas gruan e re. Mori vesh se i kishte ndodhur një fatkeqësi e madhe. Fëmijës së saj bukuroshja kishte kputur kokën para kolpja e një makine. I than sa tëme, mund ta shihni, po mos ia zini në gojë në asnjë mënyrë vdekjen e të birit. Ajo nuk donte besoj se ai ka vdekur. Vajte jo tëme ç'të shite. Një krijesë gati të shkalluar nga mendja, ajo jetonte si ta kishte të birin akoma gjallë. Fliste me të, ja bënte gati truezën për të ngrënë. Jetoi që thua ti në gjendje të tillë tensioni nervor, saqë në krye të 6 muajve u desh ta çonte një shtëpi pushimi ku ndej një plot 3 vjet. Jo më i bi, tha zoti Darbeda, duke tundur kryet, ca gjëra nuk bëhen dot. Do t'i kishte dalë më mirë po ta pranonte me kuraj të vërtetën. Do kishte vuajtur një herë mirë, po mandej koha i përthan plagët. Beso mua, s'ka më mirë se kur i sheh gjërat ballazi. Gabohesh, tha Eva duke e përmbledhur veten. Unë e di shumë mirë që Pieri është. Nuk e nxori dot goja fjalën. Kishte ndequr me trupin drejt, duart I kishte vënë në shpinë një koltuku. Një hije e liga shpërsie ju duk në pjesën e poshtme të fytyrës. Hë pra, si, pyeti I çuditur zoti Darbeda. Si çfarë? E dua ashtu siç është, tha me të shpejtë dhe e mërzitur Eva. S'është e vërtet, tha zoti Darbeda duke ngritur zërin. Nuk është e vërtet. Ti se do atë, nuk mund ta duash atë. Këto janë ndjenja që I provojmë vetëm për njerëz të shëndoshë normal. Për Pierin ti ke dëmshuri, për këtë s'dyshoj, e do e mos që të kanë mbetur në mendje 3 vitet e lumtura që ke kaluar me të, por mos më thuaj se e do. Nuk ta besoj. Ajo zbëzante e sytja kishte ngulur qilimit si e përhumbur. Pse s'përgjigjesh, foli ftohtë zoti Darbeda. Mos pandej se e kam më pak vështirë se ti këtë bisedë që po bëjmë? Përderisa nuk beson, mirë pra, nëse ti e do, bërtiti I zemëruar ai, kjo është një fatkeqësi e madhe për ty. Për mua dhe për maman tënde dëgjor, sepse ja ku po të them, diçka që s'do kisha dashur kurrë të ta them, pa kaluar 3 vjet, Pieri do budallep se ti tëri. Do bëhet si kafsh. Ai e pa rrept të bijën, I vinte maraz që ajo me atë kryenërsinë e saj e kishte detyruar të nxirrte në shesh këtë të vërtet të hidhur. Eva nuk u tund, madje as syt nuk I ngriti. E dija. Kush ta ka thënë? Pyeti I çmeritur ai. Franshoi, e di prej 6 muajsh, por unë sikur I pata thënë të mos e bënte muhabet me ty, tha zoti Darbeda I natosur. Nejse, ndoshta ka bërë mirë, po ti duhet ta kuptosh se në këto kushte do t'ishte e pafalshme që ta mbaje në shtëpi Pierin. Ka për të shkuar mundi bosh. Këto lloj sëmundje s'të falin. Po të qej se mund të bëj diçka, se mund shëroj, duke I ndjenjur gjithë ditën te kryet, nuk them. Por ti do t'ja dish për asgjë. Aq e bukur dhe aq e zgjuar dhe qeshur ke qenë, dhe po e shkatron veten kot fare pa asnjë interes. Mirë, I lëm këto. Je treguar e admirueshme deri tani, po ja që tani mori fund. Ti e bëre detyrën tënde. Madje më shumë se detyrën. Do t'ishte e pamoralshme që të ngulësh këmbë në tënden. Njeriu ka borxhe edhe ndaj vetes vet më I bi. Mandeja nuk mendon pak edhe për ne? Duhet, tha I duke u moshuar fjalëve, që ta çosh Pierin në klinikën e Franshoit. Ik nga ky apartament që të ka sjell veç fatkeqësive e ja te ne. Po e pate për zemër që t'i gjendesh dikujt e t'ja lehtësosh vuajtjet, ke të tëm. Meru me të. Me atë dëgjorën veç infermierët merren. Ka nevojë që ta afroj dikush. Mandeja jo, shtoi ky, ajo di t'i çmoj gjithë sa do të bësh për të e do të jetë mirënjohëse. Një heshtje e gjatë pasoi. Zoti Darbeda dëgjoi Pierin duke kënduar në dhomën ngjitur. Këngë thënxhin se në fakt që një recitativ I mpret dhe I përshpejtuar. Zoti Darbeda ngriti syt nga e bija. Do me thënë, nuk pranon? Pieri dori me mua, tha ajo me të butë. Unë merrem vesh mirë me të. Po si, duke kputur marzire gjithë kohës. Eva qeshi dhe I hodhi tatit një vështrim shpotitës e pothuajt gëzueshëm. Qenë ka vërtet, mendoi gjithë I natë zoti Darbeda, se bën thjesht nga dashuria. Ata flen bashk. Ti e krejt e marrë, tha I duke u ngritur. Eva buzëqeshi trishtueshë me murmuriti si duke folur me vete. Jo dhe aq. Jo dhe aq. Vetëm një gjë mund të të them më I bi. Ti më shtie frikën. E përqafoi me ngutë dhe doli. Tek zbriste shkallët, mendoi. Duhen quar një dy djema zgantja marrin me përdhuna të iku. Dera jashtme që mbyllur me një krism të thatë. Eva kishte mbetur në sallon. Blasja I raft.
I mbërtheu duart me ngërç mbi shpinën e koltukut. Ju kujtua sytë e atit. Zoti Darbeda që përkulur mbi Pierin, me pamjen e një njeriu që i di të gjitha. Na e kishte thënë, ashtu de, e ishte dukur vetja se ditë merret vesh me të sëmurët. E kishte parë, dhe fytyra e Pierit ishte vizatuar thellë në fundin e syve të mëdhenj dhe të zhdërvjellët. E urrej kur e shikon ashtu, kur mendoi se e sheh. Duart e Evës rrëshqitën përgjatë koltukut, e ajo u kthye nga dritarja. Ju vran syt. Dhoma që mbushur përplot me diell gjithkund, mbi qilimin me radh ngjyrash të zbeura, në ajër si pluhur verbues. Eva që e çmësuar me këtë dritë të pakujdesshme e të zellshme që rëmonte gjithandej. Zbulonte çdo skut që fërkonte mobiljet e u jepte ndriçim por si një shtëpiake e mirë. Sidoqoftë u afrua deri te dritarja dhe ngriti perden e muslinës që varen ngjitur xhamit. Po në atë çast zoti Darbeda po dilte nga ndërtesa. Eva për një herësh pas supet e tij të gjera. Ai ngriti kryet dhe vështroi qellin duke përpëlitur sytë dhe mandej u largua me hapa të mëdhenj, si djalosh i ri. Kot hiqet, mendoi Eva. Veten në shtëpi e i vemin brinjët. Tani më nuk e urrente as pak. S'kishte ndonjë gjë të madhe në atë kokën e tij. Ja, vetëm këtë merakun e kot për të dukur djalë i ri. Sidoqoftë i hipi marazi kur e pat merr tek kthesën në cep të bulevardit Saint-Germain e të zhdukej. Po mendon për Pierin. Diçka nga jeta e tyre ishte larguar prej dhomës së mbyllur e brithë të rrugëve. Ditën me diell krah për krah me njerëzit. Vallë nuk do të na lënë kurrë rehatë në punën tonë. Rruga Bak që pothuajse shkret. Një zonjë plak ka përcente kaldrëmin me çapa të vegjël. 3 vajza të reja kaluan duke qeshur, e mandej ca burra të fortë dhe hierën që mbanin në dorë çanta e flisnin me njëri tjetrin. Njerëzit normal, mendoi Eva e çuditur, që zbuloi një urrejtje aq të fuqishme brenda vetes. Një grua bukuroshe dhe topolake vrapoi rënd t'i dilte përpara një burri elegant. Ai e rrëmbeu në krah dhe e puthi në buzë. Eva si shpëtoi një e qeshur e egër dhe mbylli perden. Pieri s'po këndonte më, po që ulur në piano, ajo nusja e katit të tretë, po loste një etyd të Chopinit. Eva u ndje më e qetë. Bëri një hap për nga dhoma e Pierit, por për një herë u ndal dhe u mbështet për muri disi me ankth. Sa herë që dilte nga dhoma, e kapte paniku nga mendimi se do t'i duhej të kthehej sërishmi aty. Megjithatë ajo e dinte mirë se s'do të mund të jetonte gjetiu. Atë dhomë ajo e donte. Me një kurështje të ftohtë ajo e shëtiti me sy si për të fituar kohë. Atë vend pa fantasma dhe pa aroma kur po priste të rikthehej guximi, si të ishte një sallon dentisti. Koltukët e veshur me mëndafsh, ngjyrë trëndafili, divani, stolat e lartë qenë në vend të vetë të heshtur, disi babaxhan tamam miq të mirë të njeriut. Eva përfytyroi sikur hyni në sallon duke vazhduar një bisedë e lënë përgjysmë ca zotrinj një rëndë të veshur me stofra të çelura, krejtësi ata që sapo i kishte parë nga dritarja. Ata madje nuk donin t'ia dinin as se ku ndodheshin. Estin me hap të sikur deri në mes të dhomës. Njëri prej tyre që e mbante një rëndor pas vetes duke ecur, çikte kalimthi jastëk. Sende, zinte ndonjë gjë me dorë në përtryeza dhe tik i prekte nuk kërcente hiç përpjet. E kur ndonjë rëndi u dilte përpara, jo vetëm që nuk ndronin rrugë për t'u shmangur, po si njerëz të matur që ishin e kapnin qetësisht dhe e vinin në një vend tjetër. Së fundi ata zinin vend dhe uleshin, pa ja ndërprer bisedën as pak, madje pa i kthyer syt për një çast mbrapa. Një sallon për njerëz normal, mendoi. E kishte ngulur sy dorezës së derës të mbyllur dhe ankthi po ja zinte frymën. Më duhet të shkoj. Asnjëherë se kam lënë kaq gjatë vetëm. Duhej qelur ajo derë, dhe pastaj Eva do qëndronte te pragu duke u rrekur që t'i mësonte syt me terin e dhomës, ndërsa dhoma do të largonte tutje me inat. Duhej që Eva t'ja më poshte këtë qëndrese t'i futej brenda me hira me pahir. Befas i erdhi një dëshirë e furishme që të shihte Pierin. Doja kishte ënda të talleshin të dy bashkë me zotin Darbeda. Mirë po Pieri s'ja kishte nevojën. Eva nuk e merrte dot me mend se si do ta priste. Ajo befas mendoi me një lloj krenarie se për të nuk kishte më vend askund. Normalët akoma mendojnë se jam e tyrja, por me ta nuk mund të ri dot asnjë orë, dëshirë kam të jetoj aty, më ta në këtij muri, por aty nuk ma ka kush nevojën. Por rreth saj që bërë ndryshime të thella. Drita që mpakur, ajo i rënoste ambientin. Ishte rënduar si kundër ujë një vazoje me lule, kur nuk e ndrohem për shumë kohë. Në atë dritë të mpakur,
Eva argjente mbi sendet një melankoli të cilën e kishte harruar prej kohësh. Melankolinë një pasdrekjeje vjeshte që ikën. Ajo vështronte me ngurim përreth, pak si e zënë në faj, sa larg qenë gjithë kjo. Në dhomë nuk ishte as ditë, as natë, as stinë dhe as melankoli. Fakëllimthi e saj erdhën ndërmend vjeshta shumë të largëta, vjeshta të fëmijërisë vet. Mendej paprit mas rrodhi ballin, kishte frikë nga kujtimet. Dëgjoi zërin e Pierit. "Agat, ku je?" "Erdha," tha ajo. Ajo hapi derën dhe u fut në dhomë. Tek shqyente sytë në gjysmë më terë, e zjaste duart përpara, hunda dhe goja ju mbushën me erën e rëndë të Temjanit. Kishte kohë që për të erërat e gjysmë më teri qenë bërë një element i vetëm, i aftë, sigurin diellës, po aq i thjesht, po aq i zakonshëm sa uji, ajri apo zjarri. Dhe gjithë kujdes, ajo ju afrua një njolle të zbetë që dukej sikur lundronte në mjekull. Qe fytyra e Pierit, rrobat e Pierit. Ai vishej me zeza, qysh se kishte rënë i smur, qenë bërë një me errësirën. Pieri e kishte lëshuar kokën prapa dhe kishte mbyllur sytë. Ishte i bukur. Eva pa qërpikët e tij të gjatë dhe të kthyer dhe vajti ul pranë tij në karrigen e ulët. Duket se vuan, mendoi ajo. Dal ngadalë sytë po i mësoheshin gjysmë më terë. Së pari i ra në sytë ryeza, pastaj shtrati, mandej sendet personale të Pierit, këshërët, vazoja me zamk, librat, herbariumi, të përhapura mbi qilimin pranë koltukut. Agat, Pieri kishte hapur sytë, po e vështronte duke qeshur. "Të kujtohet puna e Pirunit," tha ai, e bëra enkas për të trembur atë. Piruni nuk ishte pothuajse asgjë. Eva si zhdukën dyshimet dhe vuri buzën në gaz. "Oj të trembur që i ke bërë," tha ajo, "e ke çmendur fare." Pieri qeshi, "E pe apo jo?" E solli sa ndej këtej, e mbante me të dyja duart. Puna është se ata nuk i kapin gjërat si duhet, ata i mbërthejnë. "Vërtet," tha Eva. Pieri trokiti letas në shuplakën e dorës së majt me gishtin tregues të së djathtës. Ja kështu i kapin. Afrojnë gishtat dhe sa po prekin ndonjë send me dorë, i vën shuplakën përsipër dhe i zën frymën. Fliste shpejt dhe me cep të buzëve, duke i zënë në hall. "Ç'kërkojnë vallë?" tha më në fund ai. "Ai burri ka qenë edhe herë tjetër. Përse ma nisin këtu? Në daçin të dinë ç'bëj, mund ta lexojnë fare mirë në ekran dhe s'ka nevojë të luajnë vendit. Gabojnë. Ata kanë në dorë pushtetin, por ama gabojnë. Unë s'gaboj kurrë. Kjo është pika ime e fortë." "Hopla," ja bëri ai. "Hopla." Kishte ngritur përpara ballit duart të gjata dhe po i tunte. "Hajde goca." "Hopla, hopla, hopla la." "Ha, do më?" "Po bie Zilja." "Po iku tani." Pastaj vazhdoi prap me tegër. "Ai burri është thjesht vartës." "Po ti e nje, ti vajte në sallon me të." Eva nuk u përgjigj. "Ç'donte?" pyeti Pieri. Besoi se ta tha. Eva për një çast nguroi, pastaj u përgjigj krejt vrasht. "Donte që ty të të mbyllin." Kur Pieri t'ia thoshte të vërtetën but e but, ai së zinte bes. Duhet t'ia thoshe të gjithën tak fak, në mënyrë që t'ia çorientoje dhe paralizoje dyshimet. Eva më mirë pranonte t'i fliste me të vrarë se të ta shgënjente. Kur e gënjente dhe ai dukej se e besonte, asaj sipas dashuri jepte një ndjenjë lehtë superioriteti që ia zvjerthte vetveten. "Të më mbyllin?" përsëriti Pieri gjithë ironi. "Sa të marr? Më bëjnë dot gjë muret mua? Ata ndoshta mendojnë se kështu mund të ma presin hovin. Nga një herë pyes veten mos vallë ka dy banda, e vërteta, ajo e Zezakut. E pastaj një band tutkunësh që vete dhe fut hundët gjithkund dhe bën marzira pas marzirash. Ai e flaku dorën e vet mbi krahun e koltukut dhe ja nguli syt gjithë gëzim. "Ehu, muret ka përcehen." "E si ju përgjigje ti?" pyeti ai, duke u kthyer gjithë kurreshtje nga Eva. "Se nuk i lë të mbyllin." Ai ngriti supet. "Nuk duaj t'ua thoshe këtë. Ke bërë gabim edhe ti, veç në mos e paç bërë enkas. Duhen lënë ta çojnë deri në fund ato që kanë ndërmend." Heshti. Eva uli kokën në trishtuar. Ata i mbërthejnë. Sa me përputej që e kishte thënë ai këtë, e sa të drejtë kishte. Mos vallën edhe unë i mbërthej sendet, sado që e kontrolloj veten, më duket sikur shumica e gjesteve të mia e ngacmojnë atë, po nuk ma thot. Befas ju duk vetja e mirë, si atëherë kur ishte 14 vjeç dhe zonja Darbeda, e gjallë dhe e lehtë si fluturi thoshte. "Ato duar moj vajzë, sikur nuk i ke të tuat, ç'mi mban ashtu?" Nuk bënte dot as lëvizjen më të vogël dhe pikërisht në atë çast ajo ndjeu një lloj dëshire të papërballueshme që të ndronte pozicionin. I mblodhi me kujdes këmbët poshtë karriges duke u munduar të mos e çikte fare qilimin. Vështronte abazhurin mbi tryezë. Pieri ja kishte lyer mbështetsen me të zezë.
si dhe lojën e shahut. Në fush, Pieri kishte lënë vetëm ushtarët e zinj. Herë ngrihej, shkonte te tryezat dhe i merrte ushtarët një nga një në duar. U fliste, i quante robot dhe ata sikur gjallonin mbytur aty nën gishtat e tij. Kur ky i linte në vend, shkonte edhe Eva t'i prekte. Ata që mbër përsëri copsa të vogla të drurit të vdekur, por te këta kishte ngelur ende diçka e vagullt dhe e pakapshme, diçka si punë shqise. Këto janë sendet e tij, mendoi ajo. Në dhomë s'ka mbetur më asgjë që është imja. Disa orë ndi kishin qenë të sajat. Pasqyra dhe komoja e tualetit prej drurit të gdhendur që ja kishte lënë gjyshja e vet e që Pieri e quante me qeshur komoja jote. Pieri i kishte marrë të gjitha për vete. Vetëm Pierit ja shfaqnin sendet në fytyrën e tyre të vërtet. Letrinte Eva e ngulur për orë doktora mbi to. Ato tregoheshin ligësisht kokforta për të zhgënjyer, për të mos i shfaqur asgjë përveç pamjes së tyre të jashtme. Një lloj si doktor Franshoi dhe zoti Darbeda. Megjithatë, tha ajo me vete, gjithankth, unë nuk i shoh më krejt, ashtu siç i sheh i mat. S'është e pamundur t'i shoh krejt si ai. Lëvizi pak gjunjët, i qempir këmbët. Trupin e kishte të drejtë të tendosur, nuk e ndjente veten mirë në të, dhe i dukej se që tepër i gjallë, se i binte tepër në sy, sikur të ishte pa dukshme dhe të rija këtu, ta shija pa më parë. Ai s'ka nevojë për mua, unë jam e tepërt në këtë dhomë. E ktheu pa kokën anash dhe pa murin mbi kokën e Pierit. Në mur që në shkruar kërcënime. Eva e dinte, po nuk i lexonte dot. Ajo rrinte shpesh dhe shihte trëndafilat e kuq dhe të mëdhenj të pikturuar në mur, derisa ata nisnin dhe kërcenin përpara syve të saj. Trëndafilat flakëronin në atë gjysmë tërë. Kërcënimi të shumtë në herës që i shkruar pranë tavanit, në të majtë si për krevatit, por edhe zhvendosin ndonjëherë. Duhet të ngrihem. S'duroj dot. Zduroj më dot ulur. Në mur kishte po ashtu disqe të bardha që ngjanin me thella qepe. Disqet rrotulluan vetiu dhe Evës zunti tridheshin duart. Ka çaste kur bëhem vërtet e marrë. Jo, s'ka se si, mendoj me hidhërim ajo. Unë nuk mund të bëhem e marrë, bëhem nervoze. Vetëm kaq. Befas ajo ndjeu dorën e Pierit mbi të sajën. Agat, tha gjithësha mirësi Pieri. Ai po i buzëqeshte, por dorën po ja mbante me cep të gishtave si t'i vinte të përshtirë, si të kishte kapur për shpinën një gafore dhe druante se mos e pickonte. Agat, tha ai, kam shumë dëshirë që të kem besim tek ti. Eva mbylli syt. Gjoksi i hodhi përpjet. S'duhet i përgjigjem, ndryshe do zër të dyshoje nuk do të flas më askë fjalë. Pieri ja kishte lëshuar dorën. Unë të dua fort, Agat, i tha. Po s'të kuptoj dot. Pse ri gjatë gjithë kohës këtu në dhomë? Eva nuk u përgjigj. Më thuaj pse. Ti e di mirë se të dua, tha me zë të thatë ai. Nuk të zëbes, tha Pieri. Pse të më duash? Ti duhet të kesh frikë prej meje. Jam me fiksacione. Ai qeshi, po për një herë është u bë serioz. Mes teje dhe meje ka një mur. Të shoh, të flas, po ti je matan. Ç'na pengon vallë që të duhemi? Dikur më duket, e kishim të lehtë në Hamburg. Po, tha Eva e trishtuar. Gjithnjë Hamburgu. Ai s'fliste kur për të kaluar në vërtet të tyre. As Eva dhe as ai nuk kishin qenë në Hamburg. Shëtisnin të dy bashkë përgjatë kanaleve. Të kujtohet ajo motobarka? Ishte e zezë, ishte dhe një qenë në mol. Fliste dhe i shpikte gjërat si t'i vinin. Nuk dukej se i thoshte me gjithmend. Unë të mbaja për dore. Ti kishe tjetër lëkurë. Të zia bes për çdo fjalë. Mjaft ju atje, bërtiti. Hapi veshët dhe përgjoj. Po vinë, tha ai me zë të ngrysur. Po vinë? Po unë kujtoja se zot vinin më kur. Kishte 3 ditë që Pieri ishte më i qetë. Statujat nuk kishin ardhur. Pieri kishte një frikë të tmerrshme nga statujat, po nuk e pohonte kur. Eva nuk i kishte frikë, po kur ato nisin të fluturonin në përdhom duke gumëzhitur, ajo kishte frikë për Pierin. Ma jep ziuthrën, tha Pieri. Eva u ngrit dhe kapi zjuthrën që një grumbull copash kartoni që Pieri i kishte ngjitur sipas një marifeti të vet. Me ato ai temte statujat. Zjuthra ngjasonte një merimange. Në njërin karton Pieri kishte shkruar në poshtë Grackat dhe në një tjetër Zezak. Mbi një të tretë ai kishte vizatuar një kokë që qeshte dhe me sy gjithë rrudha poshtë i qe Volteri. Pieri e kapi për këmbë zjuthrën dhe e vështroi zymt. Pse nuk hyn më në punë, tha. Pse? E kanë kthyer mbrapsht. Do të bësh një tjetër? Ai e pa e shqitur syt. Për ty një lloj është, tha në përdhëmb ai. Eva ne kishte kapur inati me Pierin.
Për çdo radhë që vin, ai I ndjen si apo në vallë që s'gabon asnjëherë. Si uthra si vareshin këmbët në mënyrë të vajtueshme, te bulat e gishtrinjve të Pierit. Gjithnjë gjën shkas për të mos e përdorur. Kur I dolën të dielën, ai bëri gjoja se I kishte humbur, ama unë e shija aty mbas vazos me zamk, dhe ai nuk ishte si të mos e shihte. Më duket se ai ja ndjell vetes. Kurse merje do të vesh, sa I sinqert ishte. Herë Eva kishte përshtypjen se Pierin e pllakoste pa dashin e vet një mori mendime të vizionësh të liga. Por herë të tjera dukej sikur Pieri shpikte nga mendja e vet. Vuan. Po deri në çpiku beson ai statujave dhe zezakut. Sa për statujat, sido që të jetë, unë e di se ai nuk I sheh, vetëm se I dëgjon kur I kalojnë pranë. Kthen kryet. Ai gjithsesi thot se I sheh. Bile I përshkruan. Ju kujtua fytyra e përskuqur e doktor Franchoit, moje nderuar zonjë, të çmendurit, janë që të gjithë gënjeshtar. Do të humbisni kokot. Në qoftë se mundoheni të merrni vesh se ç'ndjejnë ata realisht dhe çfarë pretendojnë se ndjejnë. Eva u drodh. Po Franchoit më kujtua. Pse? Si ai do të mendoj unë? Pieri që ngritur. Ai vajti ta hedh ziuthro në koshin ku I hidhte letrat. Dua të mendoj si mendon ti, murmuriti ajo. Ai po ecste me çapa të vegjël, në majtë të gishtave duke I mbledhur bryllat pas vitheve, që të zinte sa më pak vend. Ai vajti prap të ulet dhe ja ngjiti syt Evës. Ka për na u dashur ta veshim akoma me të zezë murin, tha ai. Kjo dhomë nuk është e zezë sa duhet. Qestrukur në koltuk. Eva e pa trishtueshëm atë trup të imët, që ishte gjithnjë gati të tkurej dhe të zvoglohej. Krahët, këmbët dhe koka I dukeshin si gjymtyrë që mblidhen. Sa hati I murit, ra 6 herë, pianuja zëgjohej më. Eva pshërtiu. Si duket statujat nuk do të vinin me njëherë. Kush rrinte I priste? Ta ndes dritën, nuk I pëlqente që t'i priste në terë. Bëj ç'to duash, tha Pieri. Eva ndezi llampën e vogël të tavolinës së punës dhe një mjegull e kuqe mbushi dhomën. Edhe Pieri po priste. Ai nuk po fliste, po bozët I lëviznin. Ngjanin me dynjollat e errta në atë mjegull të kuqe. Eva I donte buzët e Pierit. Dikur ato e mallëngjenin dhe I ngjallnin epshin, po tani ato e kishin humbur epshin. Ato ndaheshin prej njëra tjetrës si me fërgëllim dhe puqeshin pa rreshtur, shtypeshin pas njëra tjetrës dhe prap shkoqeshin. Vetëm ato, në atë fytyrë të kyçur ishin të gjalla, dukeshin si dy kafshëza të friksuara. Pieri mund të llomotiste ashtu për orë të tëra pa I dalë zë nga goja dhe Eva shpesh herë I linte veten të ngashllënjehej nga ajo lëvizje e vogël këmbgulse. E dua atë gojë. Kishte kohë që ai se puthte më. Si duronte dot kontaktet. Natën I shpifej sikur dikush e prekte. Duar të forta dhe të ashpra burrash e pickonin gjithandej nëpër trup. Duar grash me alamet thonjsh të gjate ku dulisnin ligsht. Ai shpesh flinte krejt I veshur, por duart I futeshin deri në rrobat e trupit dhe ja tërhiqnin këmishën. Një herë pati dëgjuar t'i qeshnin dhe një palë buzë pluqe I që ngjitur mu në buzë. Prej asaj nate, ai nuk e puthte më Evën. Agat, tha Pieri, mos ma shi gojën. Eva uli syt. Kur e sheh në buzë tjetrin, rretja blesh mendimet. Vazhdoi me paturpsi ai. Dora I dridhi mbi krahun e koltukut. Gishti tregues u zgjat. U përplas 3 herë pas gishtit të madh dhe gishtrinjtë e tjerë u tkurrën. Kishte dhënë shenjën. Po fillon, mendoi ajo. I erdhi të rështëngon drejt Pieri në krahët e vet. Pieri nisi të fliste me zë të lartë, me një ton mundan. Të kujtohet San Pauli, si duhej dhënë përgjigje. Ndoshta që kurth. Aty jemi njohur bashk, tha I kënaqur nga vetja. Të grabita nga dora një marinari danez. Deshu zum me krushte, por unë e qerasa mire më lati ikja me ty. Ishte komedi. Gënjen. As vetë se beson as një fjalë që thot. Ai e di se nuk quhem Agat, se sho do të më sy kur gënjen. Por ajo, pasi I kishte fiksuar ai syt dhe zemërimi ju fashit për një herësh. Nuk gënjen, mendoi ajo. Është I raskapitur. E ndjen se po I afrohen dhe flet që të mos I dëgjoj. Pieri që mbërthyer me të dy tuart në krahët e koltukut. Fytyra I që zverdhur krejt dhe po qeshte. Takime si këto janë shpesh herë të çuditshme, tha ai, po unë nuk I zë bes fatit. Po s'po të pyes kush të pati dërguar. E di se nuk do të përgjigjesh. Sidoqoftë, ti u tregove mjaft të shkafët dhe më bërje mendjen çorap. Ai fliste me zor të madh, shpejt dhe me zë të mprehtë. Kishte fjalë që nuk I shqiptonte dot dhe që I dilnin prej goje si një substancë e qullët pa formë. Më more dhe më shpure në mes të festës, nëpër një rrugë ku lëvrinin automobilet e zinj, po mbas automobilave përgjonte një armat, sysh të kuq që ndrinin
sa po ktheja unë shpinën. Them se ti ua bëje me shenja, teksa më shtrëngoje fort për krau, por unë nuk shija asgjë. Që është dhënë i tëri pas ceremonive madhështore të kurorëzimit. Ai vështronte drejt përpara vetes duke i hapur syt tej mase. E shkoi dorën mbi ball. Shumë shpejt me një lëvizje të shkurtër e pa dhe e ndërprerur të folurin. Nuk donte të ndërpriste të folurit. Po bëhej kurorëzimi i Republikës, tha, dhe zëri ju bë më i mbret. Që një spektakël mbreslënës në llojin e vet nga shkaku i gjithë atyre kafshëve të çdo lloji që dërgonin kolonit me rastin e ceremonisë. Ti kishe frikë se mos humbisje midis majmunëve. Thash midis majmunëve, e përsëritja i fjalë me një pamje arrogant, duke pa rreth rrotull. Unë do kisha thënë midis zakëve. Ata dordolesi që vrinë në tryeza dhe pandehin se nuk ishe kush, ta dinë se syri im i zbulon dhe i gëzhdon në vend. Ju porosis të mos bëni asnjë lëvizje. Bërtitja ai. Asnjë lëvizje. Hajde, në përvend të gjithë dhe gati për pritjen e statujave. Ky është urdhër. Tralala. Ai u lërinte dhe i vinte duart si hing përpara gojës. Tralala, tralalalala. Ai heshti dhe Eva e mori vesh se statujat kishin hyrë në dhomë. Ai po rinte krejt i ngrirë dhe i zbette për buzës. Edhe Eva sikur u ngri dhe pritën të dy bashkë në heshtje. Në korridor po kalonte dikush. Që Maria, shërbyese që kryente punët e shtëpisë. Si duket sa po kishte mbritur. Eva mendoi, duhet ja jap parat që ka paguar për gazin e pastaj statujat nisen të fluturojnë. Ata kalonin midis Evës dhe Pierit. Pieri ja bëri han dhe u struk në koltuk duke i mbledhur këmbët nën vete. Kthente kokën anash, dikujt i ngërdeshej, her pas here, po nga balli i piklonin pika djerse. Eva nuk mundi ta duronte pamjen e asaj faqeje të zbetë, të asaj goje që e shtrembronte ngërdeshja dhe mbylli syt. Në sfondin e kuq, thellë në qepallat e mbyllura, rreth të ndryshëm zundi lëvrinin, ndjehej mplakur dhe i rrënduar. Jo larg saj, Pieri me zor mbushej me frym. Ja, po fluturojnë, po gumzhinj, po i përkulen përsipër. Asaj u bë sikur e gudulisi lehtë diçka, sikur diçka e bezdisi në supë dhe në brinjën e djathtë. Instinktivisht, trupi i saj u përkul nga e majta dhe si për t'u shmangur një kontakti të padëshirueshëm, si për t'i hapur udhë një objekti të rëndë dhe mezi të manovrueshëm. Befas kërciti dy shemeja dhe asaj hipi një dëshirë e çmendur që t'i hapte syt, dhe që të shihte djathtas duke e pastruar ajrin me dorë. Nuk bëri asgjë nga këto. I mbajti syt të mbyllur dhe një gëzim i afët e bëri t'i shkonin Monica. Edhe unë kam frikë, mendoi ajo. E gjithë jeta e saj qëndronte strukur aty, në të djathtën e vet. U përkul nga Pieri pa i hapur syt. Vetëm fare pak të përpiqej e, për të parën herë, ajo do hynte në atë botë tragjike. I kam frikë statujat, mendoi, që një pohim i dhunshëm dhe i verbër, në namatisje. Ajo donte me gjithë fuqinë e vet të besonte në praninë e tyre. Ankthi që ja paralizonte anën e djathtë, ajo përpiqej t'i jepte kuptimin e diçkaje tjetër, të një prekjeje. Në krah, në brindje, në supë, ajo i ndjente se kishin kaluar në përdhomë. Statujat fluturonin ultas dhe fare lehtë ato gumzhinin. Eva e dinte se ato që ndërliga dhe si përreth syve të tyre, nga guri dilnin qerpik. Vetëm se nuk i përfituronte dot mirë. Ajo po ashtu e dinte se ato nuk ishin krejt të gjalla, po mbi trupin e tyre kaba dilnin leskra të vakta. Plagza mishi, në bulat e gishtave të tyre guri ishte i quruar dhe shuplakat e duarve u hanin. Të tëra këto ajo nuk i shihte dot, ajo vetëm sa mendonte se mua afër asaj shkisnin gra me trup të madh, solemne dhe groteske, me pamjen e një njeriu dhe kokforcin kompakte të gurit. Tani ata po përkulen nga Pieri. Eva bënte përpjekje aq të mundimshme sa zunti driteshin duart. Tani po përkulem unë. Një klith me tmerrshme e ngriu paprik mas në vend. E prekën. Hapi syt. Pieri kishte zënë kryet me grushte, gulçonte. Eva e ndjeu veten të dërmuar. Loj, mendoi me keqardhje ajo, ishte vetëm një loj. Unë për një çast nuk i besova sinqerisht. E gjatë kësaj kohe ai vuante me gjithmend. Pieri shtriqi trupin dhe u mbush thellë me frym, po bebet e syrit i mbetën të hapërdara në mënyrë fort të çuditshme. Kullonte djerë si tëri. I pe? Pyeti. Unë s'mundem t'i shoh. Më mirë që si sheh, do të trembeshe. Unë për vete ua kam marrë dorën, tha ai. Evës vazhdonin t'i dridheshin duart. Ndjej disi nervoze. Pieri mori një cigare nga xhepi dhe e vuri në gojë, por nuk e ndezi. As që dua t'ja di fare, kur më dalin parasysh, tha ai, por i kam zot kur më prekin, më kërcej nervat për një herë. U mendua një hop dhe pyeti. I dëgjove?
Po, tha Eva, si të ishin motor avioni, kështu ja kishte thënë Pieri fjalë për fjalë të dielën e kaluar. Pieri qeshi pak si me përbuzje. Qa fut kot, tha ai. Po fytyra e tij që akoma krejt e zbet, këqyri duart e Evës, po të dridhen duart, i tha. Të pas kanë trembur një qik, Agata ime i gjorë, po mos e prish gjakun, ç'keti? Zvin më deri nesër. Eva nuk fliste dot, i kërcisnin dhëmët dhe kishte frikë se mos e dallonte Pieri. Pieri e shikoi ngultas. Sa e bukur je, tha ai duke tundur kryet. Gjuna përbes. Ai i dha dorës frikë përpara dhe e cikut e veshi. Demoni im, bukuroshja ime, më bezdit sa se je tepër e bukur. Kjo më bën ta humbas mendjen. Po të mos ishte përmbledhja në fund fare, e i ndaloi dhe pa i çuditur Evën. Nuk desha ta përmendja këtë fjalë. Po se si më erdhi, tha ai dhe po qeshte si i përhumbur. Kisha një tjetër në majtë gjuhës, kurse kjo u fut ashtu kot. Harova fare se ç'po të thosha. U mendua një hop dhe tundi kryet. E lëm, tha ai. Po shkoj të fle dhe shtoj me një zë fëminor. Jam i lodhur, Agate, beson? Nuk po e gjej dot më fillin. Ai e hodhi cigaren dhe vështroi i shqetësuar qilimin. Eva i vuri stokun në krye. Mund të flesh edhe ti, i tha, ai tek po mbyllte syt. Sonte nuk vin më. Përmbledhje. Pieri po flinte. Fytyra i shprehti një buzagaz të lirë. Kokën e mbante përkulur, do thoshte se po përkëdhelte faqen e vet te supi. Eva s'kishte gjumë, por mendonte për mbledhje. Pieri papritmas që dukur si i matu vepsur dhe fjala i kishte shpëtuar nga goja, disi e gjatë dhe e zbërdullët. Pieri kishte parë i çuditur përpara vetes, thua se po e shihte fjalën dhe nuk po e njihte. Goja i kishte ngelur hapur dhe e mefsht. Diçka sikur që thyer brenda tij, ju mor goja tek fliste. Është hera e parë që i ndodh, po ama edhe vetë Pikasi. Tha se nuk po e gjente dot më fillin. Pieri lëshoi një rënkim të vockël kënaqësie dhe dora i lëvizi pak. Eva e pa rept, si do t'jetë kur të zgjohet? Kjo pyetje e hante të gjallë. Sa po e zinte gjumi, Pierin, ajo po në advent të çonte mendjen, nuk bënte dot ndryshe. E mundonte frika se mos ai ngrihej me sy të shprishur dhe niste të fliste duke ju marr goja. Ç'bëhem fare dhe unë, tha ajo. Do të paktën edhe një vit ajo punë. A nuk tha franshoj, por ankthi nuk e lindi të qetë. Një vit, një dimër, një pranverë, një verë, fillimi një vjeshtë tjetër. Një ditë prej ditësh, ati do t'i qartëshin t'i paret, nofulla do t'i shtrembroj, a is do t'i hapte do të mirë, sytë e përvajshëm. Eva u përkull mbi dorën e Pierit dhe janë gjiti buzët. Do të mbys më parë.